Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal që shiste armë zjarri kryesisht në zonën e Tufinës dhe në atë të Freskut. Në pranga kanë rënë 3 persona antarë të grupit me styre Artur Brahimaj, Ilir Zyberi dhe Artur Rushiti, ndërkohë në kërkim është shpallur edhe një tjetër person. Njëri prej të arrestuarve, Ilir Zyberi, i cili ka qenë i dënuar për vrasjen e një italiani me 22 vite burg, është i njohur ndryshe edhe me mbiemrin Avdillari, pasi e ka ndryshuar atë pas martese. Ai gjithashtu është vëllai i Fatmir Avdillait, i njohur si Cubi, i cili u aksidentua për vdekje në bulevardin Migjeni në vitin 2021. Sipas informacioneve, ndër të tjera bëhet me dije se ky grup kriminal ishte i përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit prej disa kohësh, teksa theksoi se nuk kanë lidhje me grupet e tjera të goditur muajt e fundit nga komisariati numër 4. Ndërkohë, armët e sekuestruara, të cilat kapin vlerën 700-800 euro, dyshohet se i kanë sjellur nga fieri, ndërsa po në këtë qytet po hetohen persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë dhe pjesë e këtij grupi të strukturuar kriminal. Armët do të shiteshin për llogari të grupeve të tjera kriminale dhe dyshohet se do përdoreshin në ngjarje kriminale.